Mirëmëngjes zonja Vjollca, mirë se takohemi sot në këndin e kuzhinës me anvisat tona. Mirëmëngjes Niki, ju përshëndesim të gjithë, ju që po na ndiqni në këtë mëngjes të ftohtë dhe sot kemi prur dy receta si zakonisht që sjellim ne për ditë, por do të fillojmë me recetën e parë që është, mund të them dhe si antipast, por unë sot e kam prur si sallatë. Ta nisim lehtëshëm. Po. Kam prur lakra brukseli të gatuara ndryshe me arra, që është shumë mirë në çdo sallatë përdorim dhe fruta të thata ose legume, me një çik lëng portokalli, me lëkurën e një portokalli, kri piper të zi dhe asgjë tjetër. Zakonisht kur ne bëjmë një sallatë pikërisht me këtë lloj perimi, e zjejmë për 5 minuta në ujë me krip. E kuptoj. Lakrat e brukselit janë ato të vogla, ato të vogla, por që janë shumë të shijshme, po, zakonisht jo gjithmonë i gjejmë në treg, por janë shumë mirë për organizmin. Okej, këto do të zihen apo jo? Këto, jo, sot nuk do t'i zjejmë. Do t'i përdorim? Sot do t'i kaloj si sote, jo mbi njëra tjetrën, të kthyer fillimisht me pak vaj ulliri, të kthyer nga tiganin në fillim, këtej nga unë i kam prerë. I kam lënë 3 copë, po. 3 copë i kam lënë për të qëruar direkt, të shohin dhe anvisat se si do të veprojmë. Dhe mbasi ti kaloj mirë, fillimisht do filloj me qepën dhe një kokër qepë të vogël që e kam bërë gati në çop. Do kaloj pak qepën jo ta skuq, për arsye se mbi qepën do të vendos lakrat e brukselit dhe më pas do t'i shuaj me lëng portokalli. Ai minutazh që do të kalonte në ujë të baluar, tashmë do të kaloj në tigan me lëng portokalli dhe do të marinohen me aromën e qepës, me lëngun e portokallit dhe është një kombinim që kur ta provoni do t'ju shijoj shumë. Pra në këtë mënyrë kemi përmendur dhe përbërësit që na duhen për recetën e sot me lakrat e brukselit. Unë këtu kam 400 gram deri në 500 gram për një sallatë është e mjaftueshme. Kemi 50 gram arra, kemi gjysmën e një kokër portokalli, atë portokall që ne do t'i heqim lëkurën, kri, piper të zi dhe një kokër qepë të vogël. Qepën e kam grirë, e kam gati, ja. Bile mund mos ta përdor të gjithë qepën dhe tani si do t'i qërojmë. Nëse një mënyrë është i presim dhe i heqim komplet gjethet e jeshile që janë pak më të errta. Tani gjetja është pak më e ngjeshur, është e fortë, jo e butë, e presim në dysh dhe kjo është. Mund t'ja heqim dhe një gjethe tjetër, ja një mënyrë, iku. Po gjashu. Pra një shtresë ose 2 shtresat e para? Aq, jo më lakrës. Po, të lakrës, ndërsa ndonjëherë unë për nxitim e pres direkt dhe këto gjethe dalin vetë në sipërfaqe, ja. E shikoni këtu ku është krijuar një si boshlik, i heqim, pastaj e presim pak tek boshti. Është mirë të hiqet kjo sepse edhe kur ato të kalojnë në vaj, për shembull, do të dalin më vete Sigur, bravo. Paktën nga ana estetike nuk do duken bukur. Po nga ana estetike edhe në sigurisht, po edhe në nuk mund të konsumosh në shije ta prishin shijen. Ja. Këtu ku ne shohim që është pak boshlik nga ikën. Janë shumë të thjeshta, mund të kalohen edhe me limon, mund të gatuhen. Lakrat e brukselit, nëse ju i gjeni me qese, një kilshe, mund ta merrni, mund të bëni një ditë sallatë dhe mund t'i gatoni, t'i kombinoni me patate, me karrota. Pra edhe në trajt gjelle mund të... Po. Po, unë me që kam prur 2 ditë rresht supa, thash nuk po e konsumoj si supë, po sjell një gatim tjetër me pak karbohidrat dhe atë të kombinuar përsëri, gatimin tjetër që do të bëjmë, të gatuar përsëri edhe me perime. Tani do të hedhim pak vaj në tigan. Arrat duhet të jenë të thekura. Kështu që do të më ndihmosh Niki të mi presësh për gjysmë, jo të grira shumë, po në copëza të dukshme, që kur të konsumohen të shijohen bashkë me lakrat e brukselit, të shijohet ajo pjesa e arrës, jo të shtypura si miell, jashu në copëza. Mund t'i kalojmë edhe në çop, po, ndaj kështu për gjysmë një herë. T'jenë fiksi për një sallatë, mos jenë pluhur të imta. Tani këtu nuk do ta edhe qepën edhe pse e kisha të vogël, këtu ka shumë qepë.
dhe unë sigurisht nuk do ta hedh qepën, mbasi me kutit e çop-çopit ne mund t'i ruajmë shkëlqyshëm. Do të marr vetëm një lugë qepë. Pjesën tjetër, unë i vendos një kapak, të lutem Niki, ja kemi dhe enët atje me kapak, ma merr një kapak vetëm. Pra, ku ne mbajmë pjesën e mbetur të... Dhe e vendos në frigorifer dhe nuk del absolutisht asnjë aromë. Dhe këtu, çop-çopin tjetër, mund të grim më tutje që të vazhdojmë gatimin, hudhra apo diçka që na nevojë. Pra, qepën vetëm sa të zbutet. Pa na marrë ngjyrë për arsye se do të kalojë dhe një minutazh tjetër në tigan së bashku me lakrat e Brukselit. Ja, 1 minutë dhe këtu gjithçka do të jetë gati. Duke u skuqur lakrat e Brukselit, do të vazhdoj të skuqet edhe qepa. Nuk përfundon këtu gatimi i qepës. Dhe në këtë moment unë filloj me lakrat. Pra, lakrat nuk do të vendosen kështu, do t'i kthejmë në këtë formë, po kur të fillojnë të zbuten pak, në të gjitha të kthyra përmbys. Dhe kur të hidhet lëngu i portokallit, çfarë shije që do të marrin këto? Do ta provoni çuna? Ja. Çunat po dhe anvisat, sepse tani është shumë mirë të përdoret edhe portokalli në të gjitha gatimet, duke u kombinuar dhe me perimet. Të gjitha, na bën mirë edhe për stinën që jemi. Ja, kam patur parasysh dhe kam thënë që ne do të bëjmë të pamundurën kur shkojmë në treg, të marrim gjithmonë ato perime që na jep stina, për arsye se ato mund t'i gjejmë bio, ashtu siç e duam ne, mund t'i gjejmë janë të stinës, të kohës, edhe nuk janë të... Unë për shembull domate në raste të rralla, kur s'kam çfarë bëj, por nuk është e këshillueshme që ti përdorim nga të serave. Nuk e kam kohën. Ta ndajmë dhe këtë përgjysëm. Edhe këto arat përveç se me thik mund të shtypen edhe siç janë në grusht ose të i futim në një ne i futim leck për shembull ose te çop-çopi. Në çop-çop, shkëlqyshëm. Sepse ju merr kohë anvisave një nga një. Por me që ti ndikim të çfarë të bëj unë, edhe unë të gjeta një. Po vazhdoj t'i shtyp njësoj si që kam vepruar për baklavan e vitit të ri, me qënë se dhe anvisa mund të kenë mbetur pak, nga arat e baklavas. Ne, arat e kadaifit baklavas, queni si të doni që bërëm, këtu i shtypëm me çop-çop. Pra, ja. I vendosim kështu të marrin një faqe dhe tani sigurisht do t'i kthejmë dhe nga ana tjetër. Ja, filluam të zverdhem një sipërfaqe, po, kuqe. Dhe tani është momenti ku unë do t'i shuaj me lëng portokallit. Për arsye se do t'i lë pak që të zjejmë me lëngun e portokallit. Ja, se edhe zbuten pak më shumë nga... Tani vendos kapakun dhe i lë këtu në një temperaturë mesatare. Po. Ndërkohë ne shkëputemi për pak publicitet, një shkëputje shkurtër dhe rikthehemi për të vazhduar recetën tonë. Jemi rikthyer sapo kemi pjekur arat dhe lakrat e Brukselit janë duke zier, po vazhdojmë tashmë me përzierjen e tyre besoj zonja Vjollca. Po ja, edhe arat janë gati. I poqëm dhe ishim gati duke i djegur. Nga nxehtësia, po më mirë të kemi pak ngrohtësi këtu me këto temperatura zonja Vjollca na duhet. Jo, nuk i kemi djegur, mirë janë, po do t'i kalojmë në një letër dhe i heqim ato. Kështu që gjithçka është gati. Pa provoje një. Mirë është? Mirë duket të pjekura. Jo, nuk janë shumë të nxehta. Atëherë, këtu gjithçka, siç e shikoni, lëngu i portokallit u asimilua nga lakrat e Brukselit, dhe yndyra është mjaftueshëm, ato tani më janë zbutur, mund t'i hedhim fare pak krip, pak piper të zi, ato do t'ja hedhim... Portokallin e kemi për në fund? Në fund fare. Është gri lëkura e portokallit. Po, edhe lëkurën e portokallit. Të dhënë aromën për të ruajtur edhe aromën që hodhëm. Dhe këtu nuk mban më era qep. Të gjitha këto së bashku i hedhim në një pjatë,
Nëse i kemi një salatë përbashkët, nuk ka nevojë për limon, lëngu i portokallit ka aciditetin e dur, dhe aciditetin e vet. Dhe kjo është një mënyrë për t'i gatuar lakrat e Brukselit. Unë thash sot, ja u kam pru në trajtën e një sallate, do t'a kombinojmë pastaj me një gatim tjetër. I hedhim të gjitha në një tas. Duke e sjellë këtë recetë në këtë mënyrë ne, le të themi, i njohim anvisat me një element të ri, siç është lakra e Brukselit, që me thënë drejtën nuk është e përdoret shpesh në familjet tona, nuk është e njohim të gjithë si produkt. Shqiptarët nuk e kanë përdorur shumë, por ama është një nga perimet që ka hyrë në tregun tonë dhe pse jo mos ta përdorim kur lakra e Brukselit ka shumë vlera ushqimore. Atëherë, për të hequr këto lëkurat e tepërta, me një letër kuzhine. Janë arat, por që anvisat e dim vetë pasaj për t'i kombinuar me elementë të tjerë, qoftë me frota të tjera të thata, apo jo, zonja Vjoca, lakra e Brukselit ka një shije, le të themi, neutrale që shkon me të gjitha. Ja, dhe lakra, dhe arat, dhe ishte kjo që përgatitëm pra salata. Dhe gjithë shka është gati, konsumohet kështu e ngrohtë si që është? Po, si të dëshironi, ne mund t'i vendosim, edhe dica copat të tjera portokalli. Edhe shia, besoj, nuk arnon të kë ëmbla, me qënë se... Jo, ti do t'a provosh të ftohet edhe një qik. Edhe mund t'a provosh pa merak fare. Po. Ja heqim lëkurën. Do t'i përmend edhe njerë për bërësit, janë shumë pak përbërës, e rëndësishme ishte procesi punës edhe se si zonja Vjoca veproi për ta realizuar sallaton me lakrën e Brukselit. Ka shumë pak përbërës, po ka shumë shije. Shumë shije dhe tentojmë të këto recetat e thjeshta dhe shumë praktike, që me shumë pak element dhe shumë pak përbërës ne mund të arrim të kalojmë një vakte dhe të kënaqemi të marrim vlerat ushqimore që na duhen. Po dhe ta ndryshojmë njerë shijen. E qartë, në bërë rutinë gjellët e zakonshme, me gjitha të si luga nuk ka thuet, por që se kjo lugë shoqërohet dhe me një salat kaq të shishme, është akoma më mirë. Lakra Brukseli me ara dhe portokall, e shikoni dhe në ekranin tuaj, ju nevojitet gjysmë kilogram lakre Brukseli, një portokall, një lugë gjelle vaj ulliri, gjysmë lugë kafeje krip, 40 gram ara, të cilat piqen, gjysmë lugë kafeje piperizi dhe një kokër qep, e cila në këtë salat nuk duket fare, me sa po shoh. Është neutralizuar nga portokalli. Kjo është salatë që provoj. Në pjesën tjetër do të sjellim dhe një recetë tjetër, të thjeshtë, të shpejtë dhe që kombinojnë shumë mirë së bashku. Sigurisht në pjesën e dytë, sepse dy pjesët e emisionit që ne sjellim janë plotësuese të njëra tjetrës, po pse jo, mund të konsumohen dhe më vete, apo jo? Po tani në darkë nëse do të mbash dietë. Ka zbuluar recetën? Mund ta hash vetëm këtë, jo s'kam supë për të bërë sot. Supë bëra 2-3 ditë rresht, kështu 2 ditë rresht, kështu që e kam ndryshuar, do sjell një pastë. Një pastë që mund të shkoj po. Të shoqëruar me këtë pasta ka brenda dhe preshin, ka brenda dhe pak panceta për aromë dhe djatrat që na kanë mbetur për vitin e ri, djatë të butë, djatë bri, që kemi marrë për të bërë ato antipastat për të pirë verë juve, do t'i mblidhni dhe... Do t'i ricikloni? Do t'i ricikloni, po si pa tjetër. Është një lloj riciklimi ushqimeve në kuzhinën tonë. Po kryesisht djatin e butë do të përdori. Po, do në më thuash dhe një recetë tjetër me lakrën e Brukselit? Të shpejt, mund t'jetë një gjellë ose kombinime patate? Shumë e shpejt, patate, karrota, mund t'i valojmë të gjitha këto patate në qikë më shumë. I vendosim për patatet për 5 minuta, këto të tjerat për 2-3 minuta, i nxorëm të prera sigurisht në kubik, përzierë së bashku, thjesht fare, qik beshamel. Ati beshamel du të hedhi ma shumë, mund t'i shtojmë edhe 2 verdha vezës ose vezë të plota. Pak armoskat ndoshta armoskat piper të zi pa tjetër, vendoseni në furrë dhe çdo hani. Okej, e di pse ta mora ta vodha këtë recetë në fakt, se edhe mund ta realizonim këtu live, po meqense sallatën do ta provoj, do ta konsumoj këtu, pjesën tjetër po e vazhdoj në shtëpi. Këtë që sapo tha. Mirë, shkëputemi, ka publicitet. Edicioni i shkurtër informativ në News 24, ju presim në pjesën e dytë, mos u largoni, informohuni me zhvillimet kryesore dhe rikthehemi për të mësuar recetën e dytë të zonjës Vjoca.
Mirë se erdhët, jemi në pjesën e dytë, drejt për së drejti në këndin e kuzhinës me zonjën Vjollca, për të sjellë tek anvisat recetën e dytë, duke ju kujtuar që në pjesën e parë kemi gatuar një sallatë shumë të shijshme që e provuam gjatë kohës së edicionit të lajmeve, me lakra Brukseli. Sot kemi vendosur dy receta, me pasta me pene, makarona shqip, me fresh, pancet, të cilën unë sapo e vendosa një qip se për arsye kohe, ta bëj pak krokante, dhe me djathë të butë. Kryesisht në këtë pjatë unë kam krem djathi dhe djathë gorgonzola. Që janë në përzira. Në preshi nuk do të marrim bishtat, po do të marrim vetëm pjesën e bardhë të preshit. Këto pjesët e jeshile, që është edhe më e shëndetshme, dhe që ka një sasi më të madhe uji. Uji, fibra, ka gjithçka ka brenda, është dhe laksativ i shkëlqyer dhe na bën mirë për organizmin. Tani, fillimisht kam vendosur ujin që të zjejt bëhet gati. Vura pancetën me një pikë vaj. Për arsye se panceta, siç e dini ju, sa për aromë nuk ka shumë, ka pjesën e yndyrës së vet. Sigurisht edhe pjesa e djathit, kështu që nuk do të vendosim shumë vaj, siç ne kur bëjmë një pastë të zakonshme pa këto ingredient, po me ingredientë të tjerë, po do të mjaftoshin vetëm 2 lugë. Ja, 2 lugë vaj. Po. Edhe ujin e kemi vënë për të zirë, punojmë paralelisht që të... Po, ujin për të zirë dhe tani është momenti që të hedhim penet. I trazojmë një qik dhe do të hedhim një qik. Sa e kanë minutazhin ato, sa mund të zirë? Edhe kripën. Tani këto e kam gati 8-9 minuta. 8-9 minuta. Ne nuk do t'i lëm 9, do t'i lëm qik më pak. Dhe sa po të marri vajnë, unë do të hedhë dhe kripën. Do t'i lëmë pak që pjesën tjetër ta vazhdojmë me? Viri, urdhro? I lëmë më pak të zjenin, nëse kanë 8 minuta, i lëmë 7 që pjesën tjetër të zjenjes ta vazhdojmë bashkë me përbërësit e tjera, po jo pjesën e përgatitjes. Atëhere, këtu do të hedhë preshët. Edhe preshi është një nga perimet që është i stinës dhe kombinon shkëlqyshëm dhe me pjesën e djathit të butë dhe me një shije shumë të këndshme në fakt, dhe pancetën. Pasta me këtë lloj gatimi. E trazojmë freshin derisa të na zbutet një çik. Prandaj marrim dhe pjesën e bardhë, për arsye se pjesa jeshile, bishtat e preshën nuk i hedhim, ne zakonisht bëjmë ato lakrorët që bën ju ande nga. Po, i përzim me lakra të ndryshme për të bërë një petë. Dhe me një çik gjiz, dhe bën ato petët. Ose me djath, ose edhe me kos, përdoret. Po, sigurisht. Ka ardhur koha ndoshta po të lëmë sa kohë pushim, do më vësh në punë të hap edhe unë petë? Po, do na bësh një lakro. Në rregull. Na ka marrë malli. Sa ti lakrorit pari munguan vezët. Do ta mësoj mirën e dytë. Po si ta bëj petanik zonja Vjollca? Si të duash ti? Don më shumë punë ajo, po që është dimër dhe shkon shumë me fasule. Me fasule, shumë mirë. Fasulet dhe mund t'i zjejmë vetë. Fasulet perla janë të mrekullueshme dhe mund t'i blejmë të gatshme, të zjera. Zjen shumë shpejt, po. Po, do ta bëjmë. I premtojmë anvisave që Niki do të bëj shumë shpejt. Petanik. Një petanik me fasule. Ç'më duhesh që i thash. Edhe tani pjesa e bardhë tash, pjesa e bishtave të preshit është pak më e fortë. Ka nevojë çik më tepër kohë që të zjej. Prandaj ne për receta të tilla përdorim dhe për sallata përdorim më tepër pjesën e bardhë se mund ta konsumojmë edhe ashtu të gjallë. Për shembull një sallatë me ullinj, me portokall, me presh, mua më shijon shumë. Më shijon shumë. Në stinën e dimrit shkon dhe me fasule. Po edhe ndihmon shumë edhe për gripin. Në fakt, konsumimi edhe i qepës dhe i preshit edhe i përveç të tjerave pastaj që kemi thënë. Sigurisht. Aq më tepër pastaj lëngjet e ndryshme, amitat me shije të ndryshme që ne i kemi në sfondin ton, edhe që i ndihmojmë gjithmonë anvisat edhe teleshikuesit. Dhe i këshillojmë, tani si ditën me një lëng të freskët me shije të ndryshme, pse jo fëmijëve t'u japin një gotë. Janë ato amitat e vogla, që duhet i marrë me patjetër në shkollë për ta nisur ditën, për të shmangur këto virozat e tmerrshme që po kalojnë. Gjysmat i hodhe? Gjysmat, sa po i ruaj për në pjatë. Okej, për dekor. I trazoj bashk, ato marrin aromën e njëra tjetrës, është pjatë që shumë shpejt përfundon dhe do të na mjaftonte vetëm minutazhi i pjesës së makaronave. Hedh pak krip.
Gjithë suksesi është e koha e zjerjes, ndoshta për të qenë ato në formën e duhur makaronat pene, si që duam. Edhe tilim al dente, se nuk Po edhe për organizmin të... Unë e kam thënë dhe do ta them sa herë që të vë tenxhere me makarona, për arsye se këtu e kam për të gjitha ambisat, në kohë më parë, 20 vjetë më parë, i zjenin shumë makaronat. Bëshin si brum ato. Brum. E ato lloj makaronash, ndoshta ka akoma s'ma merr mendja në qytet, po në zonat thella që mund të vazhdojnë përsëri me këtë ritëm. Atëherë ato na mbeten në stomak dhe na krijon probleme dhe vetë për shëndetin. Mbi ngopje, po edhe por duke shih. Bravo. Duhet lënë makaronat al dente, për arsye se mjeshtër të gatimit makaronave ne e dim që janë italianët dhe nuk i shëndoshin, besoj, vetëm për shkak të edhe salcave që përdorin. Sigurisht, dhe për shkak të kësaj që do them unë tani nuk shëndoshin. Ata hanë për ditë makarona dhe nuk shëndoshin, për arsye se i konsumojnë al dente. Dhe gjithë papastërtitë që ka organizmi jonë, i thithin pjesa e makaronave dhe asimilohet shumë shpejt nga aparati tretës. Dhe shumë mirë që ne atë çka është e re, atë çka është e mirë, makaronat mund të themi që si traditë edhe ne kena ditë me bëj një pastiqe, por ja pra, duke i mësuar dhe ne duhet të përdorim kështu sa më al dente, sa më të mira se na bëjnë mirë për shëndetin tonë. E vërtetë. Do ta them këtë edhe për të 1000 herë, derisa ti bëni kështu. Të mësohet, të bëhet e udhës tek të gjitha ambisat tona. Atëherë, dhe është momenti që ne mund të hedhim çik lëng tani nga lëngu i makaronave, edhe e zbutim pjesën e preshit, po, gjithmonë është mirë, kur ne të bëjmë salsa, të hedhim nga lëngu i makaronave, se krijon një lidhje. E vërtet është, edhe salsa ka rëndësinë e vetë në fakt, për ato që sapo tham, për shëndoshin apo jo makaronat, se italianët kanë me mira lloje. Pafund. Po. Pafund. Me përbërësit i thua, unë tani e bëra preshin, a i tip një recet tjetër me presh, që i ka shtuar dhe diçka tjetër dhe... është komplet ndryshe shia. Po. Dhe nuk të mërzitet të njëka. Unë këtu mund të shoj edhe një dorë ara për sëri. Po, me që i kemi përdorur arat, nuk përdorim për sëri ara, hedhim kremin e djathit, së bashku me gorgonzolën, që është djath që shkrin, njësohen me njëherë në një trup të vetëm, dhe bëhet një masë homogene, dhe s'kemi hedhur këtu shumë pak krip dhe piper të zi. Po. Se dhe djathi ka kripën e vetë. Pak fare, piper të zi. Dhe gjithë minutazhi është njëkohësisht sa zinë dhe makaronat. Përgatitet salsa. Fillon puna paralelisht, vendos nuk mund të themi që po bëjmë gjellën kur nuk kemi vënë një tenxhere me ujë. Në momentin starton minutazhi kur fillon zjerja e makaronave, edhe pse ne e vendosim makaronat, ato nuk zjejnë atë moment. Për arsye se është një temperaturë e ftohtë, bashkë me nivelohet temperatura dhe fillojnë e zjejnë. Në atë moment që filleskojnë, fillon të zjej, atëherë fillon minutazhi të numërohet. Vërtet, po. Dhe ja dhe salca tani. Çdo paku makarona e ka minutazhin sa duhet, sepse ka makarona që mund ta kenë 10, 12, 8, varet nga përbërja e makaronës. Edhe fidet që janë të vogla që ne i përdorim për 4-5 minutë. Supa, ka nga ato që janë më të hollat, kështu siç thoni juve, 4-5 minuta, tagliatelet që janë 3-4 minuta, por ato që janë si grur, si elb, ato e kanë 14 minuta. 12 deri në 14 minuta. Është brumi brenda më i fort. Në rregull, tani besoj se do ketë kaluar minutazhi. Edhe pak, po. I nxjerrim. S'kemi kohë? Kemi kohë. Vazhdojmë ne, kemi kohë. Ti përfundojmë dhe ti shoqërojmë bashkë me sallatën. Dhe po i përmend edhe një herë përbërësit unë zonja Vjollca, që më fakt pas ta kemi kohë në dispozicion për ta shijuar dhe për ta servirur pjatën. Edhe pse jo për ta shoqëruar me pjatën tjetër, makarona me presh dhe pancet, lexoni në ekranin tuaj në menun ton. 320 gram makarona, 125 gram pancet, 100 gram djath të butë, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 200 gram presh, pjesa e bardhë e preshit, krip, piper i zi. Këto janë përbërësit në gramatur që kemi shënuar në menun ton, por ambisat e shohin dhe me sy tashmë, janë bërë specialiste për sa i takon masës që do të përdorin. Po zakonisht mua ambisat kur më takojnë më thonë që
Zonja Vjollca mos na jep me gramatur ato. Na jep me copë, Na jep me copë, me sy. Me sy dhe ne tani dallojmë se nga një peshore në shtëpi e kemi, po e kemi më tepër kur bëjmë ato keke, kur bëjmë këto. Po jo, nuk ka një që i peshon, zonja Vjollca. Me thon, te makarona ndoshta 320 gram, ndoshta është gjysma. Po dhe patate, kur shkoni blem patatet. E di që 5-6 kokra vin 1 kile. Ndaj për gjysëm filloj me, nuk është se kur bëjmë supë ose kur bëjmë një salcë të tillë është taksative. Po. Me sy dhe ne nëse japim ndonjëherë me gramatur, juve na kuptoni, ëh? Kështu që t'jemi midis jush edhe nesh. Po, diçka e ndërmjetme do ishte perfekte. Mirë, përfunduar. Atëherë i nxjerrim, do t'i lëm dhe 1 deri në 2 minuta këtu me salsën që tek salca, po. Dhe fillon tani pjesa që është al dente, se tani janë pak shumë al dente, e thith pjesën e lëngshme dhe makarona do t'jenë ashtu siç ne i dëshirojmë. Që i lëmë dhe me temperaturën e mbetur, e fikim tash në sobën, me ato temperaturë, ato besoj se e realizojmë procesin. I servirim, nxjerrim një pjatë. Filim pjatë dhe ke bërgati, zonja Vjollca, pjatën këtu. Kryesisht dominon preshi. Dhe djathi, si që shikon, ka shkrirë komplet, është njësuar. Edhe shia besoj është neutralizuar e preshit, ka marrë ato aromën edhe të pancetës, të djathit. Ja, ta afroj pjatën. Ja, se më. Jemi gati për të servirur të dyja pjatat. Vendosim edhe qik pancet. Dhe ju bëftë mirë. Të lumshin duart, zonja Vjollca, e afrojmë bashkë me salatën me lakrat e Brukselit. Këto ishin të dyja recetat që zonja Vjollca kishte menduar për ju anglisa për ditën e sotme. Ju vazhdoni t'i shënoni dhe t'i lexoni të gjithë përbërësit, mënyrën se si ato përgatiten. E dini tashmë adresën në internet balkanue.com. Aty, përveç rubrikave të tjera, kemi thënë shpeshherë, është rubrika e gatimit. Janë të gjitha recetat të shpjeguara me detaje nga zonja Vjollca, ja tek ku jemi. Tek rubrika gatimi, klikoni aty, ju dalin të gjitha. Ja, për shembull, kadaif me hallvasi dhe çokoladë është receta e parë që e ke përgatitur zonja Vjollca në fund vit. Gjithashtu, të gjitha videot e gatimit këtu në këndin tonë të kuzhinës në Vila 24, ju i ndiqni dhe në YouTube. Këndi gatimit, Vila 24, këndi kuzhinës. Klikoni aty dhe do t'i shihni me video të gjitha përgatitjet e recetave që vinë çdo ditë në ekranin tuaj të News 24. Kemi përfunduar, të lumshin duar. Mos mu largo zonja Vjollca. Pa, ti them anvisave që nesër përsëri në orën 9 jemi këtu për të gatuar së bashku? Jemi këtu, anvisat do të durojnë dhe pak. Po? E them në thonjza, do të durojnë dhe pak, sepse zonja Vjollca ti e di tashmë ne dim të gjithë që ti përveç se një anvis shumë e mirë, shumë e zonja, shumë e dashur me publikun, je dhe një gjyshe shumë e mirë. Po, shumë. Të vjen mirë kur ta përmendin që je gjyshe shumë e mirë. Ma përmendë, je gjyshe e mirë apo jo? Ke mendon se ke realizuar? Mendoj që jam e mirë, po ka dhe më të mirë se unë. Mirë, ajtë me mua. Ecim bashkë, sepse në këndin tonë të bisedës, në pjesën tjetër të fundit të emisionit, do të flasim pikërisht për gjyshet. Gjyshet e gjeneratës së sotme, si ndjeni ju si gjyshe. Shumë mirë ndjehem, shkëlqyshëm. Sot ndoshta le të themi arketipi i një gjyshe, nuk është ajo gjyshja me thinja, me syze të mbi hund, me ato buzëqeshjen me syt e qeshur. Po nuk ja asnjë thinjë. Ka gjyshe e gjyshe sot. Tani, ti me sinqert kam thinja. Po çoku i lyej ndonjëherë flokët. Si e mban mend gjyshen tënde? E mban mend me thinja? Gjyshja ime që ju ka rritur ashtu. Kështu që sot ka lloj-lloj gjyshesh. Me gjyshe do t'jemi vetëm pas pak në këndin... Madje për gjyshen time, desha të them që mundohem në maksimum të ndjek gjurmët e saj. Po, me gjyshe Vjollcën dhe me gjyshe të tjera, ne do t'jemi në pjesën e tretë të vilës tonë. Sa po zonja Vjollca të bëhet gati, të heqë përpara se në anvisës? Patjetër, të vishem si gjyshe. Po, patjetër. Ka publicitet, ka edicion informativ, takomi pas pak me gjyshe të tjera shumë simpatike.